Retron Muzeqe është ekspozita e makinave retro, një koleksion i bukur që u ekspozua dje pas dite në sheshin Parabashkisë për qytetarët e Lushnjës. Një eksperiencë e veçantë për të pasionuarit pas automjeteve, por edhe për të gjithë qytetarët që kur pan automjetet kujtuan edhe kohën kur ato përdoreshin në rrugët e Shqipërisë të para viteve 90. Në fillim bleva një makinë Gaz 69 e vitit 1963 para 4 vitesh në Ukrainë, që e kam sjell sot këtu, dhe më pas ka marrë edhe makina të tjera, thot koleksionuesi nga Lushnja, por më shumë i lidhur jam me makinën Gaz 69 dhe dua të gjej Gaz 51 me karroceri, makina që martoheshin shqiptarët. Më ka lind ideja para se të nisesha për në imigracion, sepse kam qenë një qefli që të bësha shofer dikur. Dhe e kisha ender të ngjisja makinën Gaz 69. Dhe makinën e parë që ka marrë Gazin 69 është ajo makinë që ju shikoni atje e vitit 1963. Që nga ajo ditë që mora atë, pastaj më lindi si pasion, edhe ka marrë dhe makinat të tjera, duke filluar nga Benzi, që shqiptarët e përdorin goxha makinë Benz, Audi, Volvo, Fordin, këto janë makina që ne i kemi për zemër. Edhe sot organizoj për qytetarët e Lushnjës, për vendlindjen time, që kam qef që t'i kënaq me këto makina sa do pak që kam, edhe me Vespat që kam, që zotroj 2-3 Vespat mira, bukra. Kështu që këto janë një aset i çmuar për mua, për familjen time.